Pas publikimit të incizimit të deputetes Duda Balje duke biseduar me të dyshuarin për spionazh Fatmir Sheholli, ka ardhur një reagim i ashpër nga Halil Geci. Geci e cilëson këtë incizim si dëshmi të pamohueshme të prirjeve antikombëtare të Duda Baljes, duke hedhur poshtë çdo përpjekje të saj për ta paraqitur ngjarjen si të kaluar dhe të pakuptimt. Ai paralajmëron se lidhjet me arrjetet të dyshimta spionazhi janë kërcënim serioz për sigurinë kombëtare dhe kërkon që institucionet të veprojnë pa më dyshje. Duda Balje, zëri që zbulon tradhtin me zemër dhe prapanic në Serbi, incizimi me spionin Fatmir Sheholli nuk gjen, çdo fjalë tregon ku qëndrojnë interesat e saj. Larga dheut, deputetja bosnjake Duda Balje është zbuluar në një incizim të publikuar nga RTK-ja, ku shfaqet duke biseduar me të dyshuarin për spionazh Fatmir Sheholli. Balje përpiqet të mbulojë realitetin, duke thënë se incizimi është i vjetër dhe se nuk kishte qëllime antikombëtare, por zëri në incizim nuk lejon shmangje. Incizimi shkakton siklet të madh te Dudja dhe i jep motiv për të reaguar pasi nxjerr në dritë një zbulim anti-Kosovë që disa burime e lidhin me ndikimin e Dudes me nëntokën serbe dhe origjinën gorane e konvertuar në bosnjake. Ky moment tregon se e vërteta ka fuqinë të zbulojë gjithçka, pavarësisht përpjekjeve për ta fshehur atë. Se Duda Balje nuk është bosnjake por vjen nga një familje gorane me lidhje pro-serbe dhe se babai i saj ka shërbyer si polic gjatë kohës së luftës në uniformë të policisë serbe, e ka thënë publikisht bosnjaku Nimon Balić, i cili ka konfirmuar se Dudja nuk është bosnjake por gorane. Deklarata e Dudes se këto deklarata i ka dhënë para 5-6 vitesh nuk tregon asgjë dhe nuk ka ndryshuar asgjë. E njëjta Dudi me të njëjtën gjuhë, e njëjta mendësi e stërvitur në mashtrim. Përpjekjet e Dudis për të justifikuar fjalët e saj janë thjesht një teatër i pabesueshëm. Qytetarët nuk mund të mashtrohen më, shpreh Halil Geci. Realiteti është i qartë, ajo mund të përpiqet sa të dojë, por e vërteta nuk fshihet dot pas fjalëve të zbrazta. Me pamjen dhe prezencën e saj, Dudja duket se ka aftësi të tërheqë politikanët më të dobët moralisht drejt gabimeve, duke i bërë të veprojnë si kukulla në duart e saj. Incizimi tregon qartë se ajo ka pasur kontakte me persona të përfshirë në arrjete spionazhi. Sipas burimeve të betimit për drejtësi, Balje diskuton me Amir Rustemovicin, një figurë e dyshuar në veprimtari kundër interesit të vendit, duke lënë të kuptohet se bashkëpunimi me elemente të këtij lloji nuk është i rastësishëm. Akuzat se publikimi është goditje politike janë të pamjaftueshme për të mbuluar faktin. Çdo bashkëbisedim me persona të dyshuar për spionazh është një shenjë e qartë e mungesës së integritetit dhe besnikërisë ndaj vendit. Incizimi flet vet, duke ekspozuar prioritetet dhe orientimin e saj. Zemra dhe prapanica e saj nuk janë në vendin e dur, shkruan Halil Geci më tej. Ekspertët e sigurisë paralajmërojnë se bisedat e tilla janë më shumë se të papërshtatshme, ato janë kërcënimi drejt për sigurinë kombëtare. Publikimi i incizimit nuk është vetëm një lajm, është një alarm për qytetarët dhe institucionet. Tradhtia dhe lidhjet me spionët nuk mund të tolerohen dhe asnjë frazë është i vjetër nuk e fshin këtë fakt të padiskutueshëm, nënvizon Halil Geci.